po filloj me kripton, Kleo. Këtu do na duhet dhe inputi jot se ti je ekspert i kriptos. Jo, çunat shumë pak janë aty që luajnë tregun siç e luajmë ne, se luajmë swing trading. Po. Por ato momentet e hyrjes ndonjëherë përshtaten edhe me momentin tonë, domethënë përshtaten me strategji. Po. Kështu që ne herë japim në një mendim që ja vlen, nuk ja vlen. Po Henry më shumë, jep më shumë informacione, më shumë ide. Po, mundohem t'jap në i gjafalës aty të Telegrami që... XCN lvizi shumë mirë edhe pse ra tani, po ata mund të kishin marrë atë përqindjen e fitimit kur erdhi vrulli, troni po ashtu të RX, nuk e di disa ide të tjera që ka shpërndar Henry aty. Do t'i mulojmë gjitha që ti shikoj se u bën tani 2 javë dhe do të muloj edhe XCN dhe TRX-in që tregojmë se kemi ndarë ca ide që kanë hezur mirë dhe ti shikojmë. Charti tani është i Bitcoinit, do mulojmë Bitcoinin. Kjo shigjeta këtu aktualisht ishte një screenshot që kam nxjerrë unë të Telegrami, që kam treguar që në këtë datë, në datën 23 janar, është folur për kripton te Opinioni, që është emisioni i Blendit Fevziut, dhe kanë folur ekspertët e kriptos shqiptar këtu që do kemi një market pozitiv, jo kripto mund të shkojë në zona të ndryshme, ka pasur shumë gjëra të tjera. Që në ky momenti kemi pasur një bear market. Fatkeqësisht shumë nga shqiptarët janë ndjekur në këtë val këtu dhe në valën e nëntorit, sepse kanë mbajtur pozicionet hapur. Vazhdojnë të tjerë në media sociale që të thonë që ti vetëm hum kur shet. Por ideja këtu është që ti kur hyn 70% minus, apo si puna Ethereum që ke hyrë 70% minus, a je fitues aty sepse nuk e shitur, apo je duke majtur një çantë, një bag holder që është shpreha e tregtimit. Dhe kjo është një situatë që tani ti ke futur $10,000 apo $100,000, ti je 70% minus, ke humbur $70,000, edhe pse nuk e shitur, je minus $70,000, që të rikompensohet ajo 70,000 do të bësh diku te 200% profit e sipër. Është i famë të më thënë kështë, nuk e minus dhe sa shet. Po, ideja që kur fut paran në një aset, e shumë të humbur dhe sa ta tërheqësh. Po. Kështë që, nuk mund të njesh edhe s'ke humbur edhe s'ke fituar. Ndërkohë që ti je i humbur në momentin që ti ke futur paran, edhe pret të rritjen. Kështë që ato parat që më të tuat. Po, i ke marrë tregu. Po. Edhe që të rikompensohet ajo do ta tregoj te Ethereum pak më vonë, por ky ka qenë një moment, prandaj është kjo shigjeta, prandaj do ta tregoja këtë. Tani të analiza teknikale, kemi parë këtë vizje në rënje, te viz trendi në rënje 1 herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, 5 herë, 6 herë, dhe pastaj është thyrë, është respektuar si rezistencë, dhe tani është thyrë. Mbas kësaj thyrje, unë kam pasur animi më shumë për long, por duke të thyet kjo zona e 86 që të jemi të sigurt që me vërtet kemi një long deri te 92 deri te 95.000. Kjo zonë këtu është zona 50 me 50 që kemi diskutuar dhe më përpara dhe kam thënë ndoshta tani ja 200-300 herë te grupi Telegramit si rifreskim gati çdo ditë që jemi një zonë 50 me 50. Kjo zona 93 është një zonë për short. Mbi 96 po thyu me vrull, një nga këto krahët do marrë animin. Dhe kjo është situata që jemi në Bitcoin. Unë personalisht planoj më shumë te longu. Ndoshta mund të bënte edhe një retest. Po shikoni këtu te shigjeta që mund të bëj një retest të kësaj vizit të trendit, mund vi prapë te 10 dhe pastaj të shkojë për lart, ose shenja pozitive që po shikojmë sot të shtunën është që kemi një ditë në rritje, por nuk ka volum dhe nuk ka atë shtyrjen, sepse
tregtarët janë të friksuar nga tarifat dhe janë të pavendosur. Kjo është situata e Bitcoinit, u panoj më shumë te longu, por është 50-50 në anën e vendimarrjes se unë shumë shpejt 83-shi unë hy short. Nuk e kam problem fare për me idenë që të bëj një double bottom. Ose të shkoj prapë te 77-78 të bëj një head and shoulders këtu. Edhe për ju që nuk e dini se çfarë është head and shoulders, është formimi kur bën shpatullën e majt, kokën pak më thellë, dhe pastaj një shpatull të djathtë dhe shkon më lart. Kjo mund të jetë formimi që mund të krijoj kjo po bëre një dip tjetër. Kleon, dëgjoj për çtu këtu ndonjë pjesë? Te Bitcoini është siç e thënë ti, ne presim atë thyrjen tek 86.000, rezistencë fort, por nëse thyet ajo zona, besoj se mund të kemi një trend paktën deri tek ose një formim çmimi deri te 90.000, 92.000, ndoshta edhe 96.000. Por nuk mund të kemi atë që njerëzit presin që Bitcoini të shkojë direkt edhe 120, 150.000. Nuk besoj se kjo do ndodh. Prandaj do ta lidhem atë analizën që bëre ti në fillim me analizën e dhjetorit, janarit, ku shumica në Shqipëri ose edhe në Europë ose në Amerikë thonin që momenti duhur për blerë, Bitcoin të 250.000, edhe aty ku dogjen shumicën e njerëzve, pasi çmimet kanë rënë mbi 50-60%, sidomos në altcoins ose meme coin që kanë falimentuar ose kanë humbur gjithë aparat. Edhe ky ka qenë gabimi ose gabimi të gjithëve që kanë dhënë informata të gabuara. Ky ka qenë gabimi dhe i Blendi Fevziu që nuk ka ftuar ty në emisionin e tij për të analizuar tamam situatën siç ishte. Jo, është e vërtetë. Por ftoi disa njerëz të tjerë që fatkeqësisht unë e kam ndjek atë emisionin dhe nuk ka problem me ata që ishin të ftuar atë ditë. Ndoshta ata kanë krijuar një kapital, ndoshta janë shumë të aftë për tregun, shpresoj të jenë ashtu sepse do mbësh e qefi që në Shqipëri të ekzistonin ose të kishte kështu lloj persona. Por fatkeqësisht ishte ideja që ishin të gjithë në një mendim. Kjo nuk është gjë e mirë. Nuk funksionon ashtu. Kur je në një televizion që është për debate, për gjëra, njerëzit duhet debatojnë dhe dikush duhet ishte kundër aty, por nuk ishte asnjë, kështu që ky ishte gabimi. Ky ishte gabimi atyre dhe shpresoj që shumë shqiptar mos t'i kenë ndjekur këshillat dhe mos jenë bërë pjesë e atij manipulimi në thonjza, por çfarë bën? Shpresoj që herës tjetër Blendi të ftoj dhe ty dhe disa të tjerë që të analizoni tregun në mënyrë më të mirë. Ndeshje mirë gjithë skuadrën. Mo, ty dhe Irdin. Ja, unë kur na ftojnë që në emisione do të kemi ty përfaqësues. Do të them ty. Po, siç atë faleminderit Kleo për vlerësimin dhe fjalët, por po është ajo që thotë ti, do të ketë edhe dikush që është, unë nuk po them që jam kundër, thjesht ishte ajo problemi që realiteti, çfarë po shikoj unë te grafika, çfarë po shikoj unë te tregu, ndikimet e tjera. Okej, ti po e bleve Bitcoinin te 10.000, si kam blerë unë në 2020-ën, mund të thush që do vazhdoj të iki për lart. Por kur jemi te 100.000 nuk mund të thush që do vazhdoj të iki për lart. Ka dhe një logjikë market capi, do të thënë që sa mund të shkojmë më lart. Është 2 trilion, sa është tash? Sa mund të shkojmë sa gjithë pasuria e botës? Po, eksakt. Kështu që se di, edhe un kam bler Bitcoin te 10.000. Tani është 80.000, jam 800% plus. Kam Bitcoin gjatë e kohë. Por unë edhe traktoj tregun dhe kuptoj se kur do vinë ato valet. Edhe momentin që ti e blen është shumë i rëndësishëm. Momentin që ti e blen është shumë i rëndësishëm sepse ata fut në rrezik të madh ose të fut në potencial të madh për përfitime. Kjo është pak a shumë ajo që jemi munduar ne këtu të Perikasit. Ka qenë periudha art për sol, sepse është e lidhur më shumë me coin ose me altcoins, lëvizje sol,
kur ka qenë 250-260 në ato çmime sa ka qenë, ka thënë Blini do shkoj në nivelet e Ethereum, do kapi 1.000, 10.000, 4.000, Po. nuk e di sa. Ndoshta mund të shkoj, mund të shkoj mbas 5 vjetësh, mbas 10 vjetësh, nuk i Po. dihet. Tani si funksionon, mbas nëse Sol kap $1.000 mbas 10 vjetësh, do ngrihen këta mbas 10 vjetësh, do thonë që a ju patëm thënë, se kështu i bie. Po. Këtë janë shpresa për mendimin tim. Se mora Sol si shembull se e kam këtu përballë. Po. Unë do të thoja për Sol tani, unë kam bler sot. Do të thoja ai mund të ketë një lëvizje 20-30%, do ishte shumë i lumtur edhe po ti merrja 10-15%. Ky është tregu, kështu funksionon. Pastaj mund bie prapë. Po ideja është që vetëm inflacioni i ha 50% atyre profitëve, sikur të shkojë $1.000 Sol. Eksakt. Ne prandaj po mundohemi që këtë kanal ta ngrem në nivele shumë të larta, sepse informacionet me të vërtetë që janë në nivele të larta, sidomos nga $1.000 të fituar sot është komplet ndryshe $1.000 të fituar pas 1.000 vitesh. Pas 10 vitesh të pas 1.000 vitesh. Po, eksakt. Okej, po e lëm Bitcoin me kaq. Mirë që hapëm dhe temën e situatës që ka ndodhur në atë periudhë, sepse na që e kam diskutuar në Telegrami, thash po hapim dhe këtu dhe ta diskutojmë. Po, unë thjesht e lidha me, prandaj nuk fola aq parë, se e lidha tani me trendi që mund të formohet Bitcoin, që mund shpresojmë të shkojmë te ato çmime që kishte në 10 janar. Po. Ose në 10 më sa. Po, ashtu është. Tani po mendoj të më loshim Ethereum. Okej, bas fakti duket shumë qartë që kemi qenë në trend për poshtë. Unë këto val i kam tregtuar, kam thënë disa herë, keni dhe me prova, gjëra të tjera. Tani, momenti që jemi këtu, momenti që po konsolidohet çmimi këtu, ekziston dhe një frikë që jemi një trekëndsh, dhe ky trekëndshi është 50-50. Por do të llogarisim diçka, që kur çmimi ka rënë 70% vetëm në rënje, logjika tani ku anon? Anon që ndoshta mund të bëjë edhe një dip të vogël, por jo që të bëjë një shkatrim total, shkoj çmimi dhe më ulet. Vetëm po doli ndonjë lajm shumë negativ tani në treg. Logjika është që duhet shkoj te një çmim mesatar. Kapim mirë shpëdorim në Fibonacci këtu, shikojmë në një zonë. Çmimi mesatar është çmimi i 0.236 Fibonacci ose 0.38 Fibonacci. Të 2000 shikojmë, 2100 Ethereum nga kjo zona. Dhe unë e kam bler te kjo zona 1570. Paka shumë aty ku jemi tani, 1600 jemi, me idenë që do shkoj te 2000. Du ta bëja televizje, sidomos mbas një ulje diku te na që përmendëm pak edhe uljen, shpesh shikojmë se sa është ulur, 66%. Si mund të ushti që nuk je humbur këtu? Vetëm në momentin që ti shet, s'ka logjik. Prandaj mos ndëgjoni amator, që thjesht thonë që blije dhe akumulo. Statistikat tregojnë që po bleve dipin kundër dollar cost average-in, që mund ta blesh çdo muaj nga $100, po bleve vetëm dipin, po prapë të lash më i humbur se sa dollar cost average-in. Fund fare ti do bleje gjithë këto dipet, ja 6 dipe këtu do të ishe i humbur. Do vazhdoj të humbje edhe më shumë. Kjo është logjika të njëjtë. Shpresoj që do rritet, sepse ka shanse që do rritet. Kjo Ethereum mund të dalë komplet jashtë lojës, do të përdorë një teknologji tjetër, që është e ngjashme me Ethereum, por që është më e shpejtë, më cilësore. Sepse Ethereum sa kam kuptuar është si tip transaksioni, si rrugë kanali për të kaluar parat nga një monedhë në një tjetër. Për që nëse del diçka tjetër më e mirë, Ethereum mund të shkojë zero. Po, edhe ajo mundësi ndodh, sepse në këtë rënjë që ka bërë Ethereum këtu, tregon një dobësi totale. Kaq, të bi 66% për 3 muaj, 4 muaj. Pastaj bën një rritje, mund bi dhe më thellë, dhe të shkon dhe më te 400, 700, ku e dim ne. Do të jemi shumë të kujdesshëm në këtë situatë, edhe të menaxhojmë situatat, rrezikun gjithmonë. Unë personalisht mendoj që do ringjallet, kuptohet te këto zonat, por
unë se di që do shkoj po prapë te 4000, ndoshta nuk shkon më historikisht te 4000. Mund të tregtoj televizën deri te 2000 Po, me probabilitet e larta. Një shembull që dua të flas, domethënë që e kam lexuar shpesh është Kodaku. Që shihësh një ndër kompanitë më të mira të gjitha kohërave. Edhe sot është dukur komplet. Ai që prodhon bateri, që ka prodhuar aparate, filma, që mendohesh një ndër kompanitë më të sigurta, vitet 80-90. Sot është nivele upper zeros. Po, ka shumë kompani që nuk avancojnë me kohën, ose nuk modifikohen, ose i ikën roli kryesor dhe falimentojnë. Kjo është realiteti i çdo gjë, teknologjia, njerëzimi do avancoj, po nuk avancohet me kohën. Kjo është situata, por me Ethereum unë mendoj që te 2000 e kemi pak a shumë të sigurt. Jo 100%, po flasim probabilitet anoj diku te 67% që do ikim te 2000. Me këtë rënjë që ka pasur tregu, pastaj një bear scenario është double bottom, të ritestoj 1300 dhe pastaj të shkoj prap për lart. Leo, do i mendim te Ethereum? Po, Ethereum dhe unë kam lut. Shpresoj që të kapi, duhet një rritje paktën deri tek 1900, por do shikojmë si qoftë Bitcoin thyen atë çmimin 86 dhe mund të kemi një trend, dhe Ethereum normalisht që duhet kthehet paktën te charti një ditor brenda mean reversion tek ajo zona çmimit mesatar, 1900, 2000, ndoshta 2100, shpresoj. Edhe mund të jepte një shtys tregut, një rritje të vogël edhe altcoins, pastaj dhe një lajm negativ mund ta ulte prap tregun. Në këto nivele Bitcoin mund të arrinte tek çmimi që e thash më parë 92.000, Ethereum tek 2000-2100, edhe altcoins disa mund të performojnë një trend 20-30%. Ky është mendimi im, por nuk e di. Me logjikën e tregut ato gjëra po tregon tani. Nuk kam shumë besueshmëri që të them tani do ngrihet Ethereum dhe shkoj tek 3000 ose tek një çmim akoma më i mirë, sepse duke parë se çfarë ka ndodhur këto ditë, çfarë ka ndodhur këtë javë, investitorët nuk kanë besueshmëri, varen shumë nga lajmet. Një lajm negativ, çfarë mund thot Trump, direkt do të bënte të kundërtën e asaj që ne mendojmë, kështu që shumica e investitorëve tani po tregojnë shumë të kujdesshëm, edhe ata retail traders po tregojnë të kujdesshëm, të gjithë po mundohen që të kapin, mos humbin para, jo të bëjnë para, po mos humbin para, sepse është shumë treg i vështirë. Po, dhe shumë kanë humbur para në këtë periudhë. Po nga janari deri tani, po shumica kanë humbur para. Sepse kanë provuar dhe unë dhe djema tu që janë pjesë podcastin, jemi një nga grupet të vetme që kemi bërë para në këtë periudhë. Si për short dhe për long ku kam tregtuar aksionet, këtë me fakte kemi me fakte. Solano ishte një ide që unë ndava për para disa ditë të Telegrami, besoj ti Kleo e ke parë, Iri nuk e di, a i ke ndekit dhe mija, se e pasur me të kriptot? Jo, pash ato stocks, për që mi Palantir dhe RKLP-ja, RKLP. Të dy e unë i kam tregtu. Por Solano ka Te Solano kemi parë këtë, le të themi, rënjen, ka qenë dhe kjo në një lëvizje nga all time highs deri këtu te diku te 68%, prap ofron një mundësi të mirë për një kthim çmimit të një çmimi mesatar. Por Solano po tregohet pak më i fuqishëm se sa Ethereum. Besoj që po shikoni dhe formimin e chartit që është pak më ndryshe. Shikon, me çmime më të ulta Ethereum, Solano me një çmim formim pak a shumë si BTC-ja. Dhe këtu t'i vëm një Fibonacci. Unë zakonisht nuk i përdor Fibonacci, po thjesht për t'ju treguar juve ku mund t'jenë ca zona që mund të kapi çmimi.
mund të rikapi këtë zonën 144, pastaj 170, që mund të jetë zona që unë po synoj e pak më sipër në këtë tregtim. Këte kam dar falas të Telegrami, ato që kanë dashur që ta tregtojnë, kanë pasur mundësi ta tregtojnë. RR-ja ka qenë shumë e mirë sepse ka bërë një zonë supporti këtu, konsolidimi, dhe këtu mund vesh një stop loss diku të 8% me idenë që të marrësh 34% 1/4. Po kështu tregtohet në një mënyrë profesionale me probabilitete dhe me kalkulim të rrezikut kundër përfitimit që ti mund të realizosh. Shikoj këtë lëvizjen deri te 180 besoj. Ku e ke ti synimin, Kleo? Ke ndonjë synim këtu? Shpresoj të ketë zona, ja të shikoj pak ja vurin më shumë. Unë faktikisht e du deri tek 170. Okej, pak më ullë, por po aty pak a shumë jemi. Ti te fillim. 170 i bin 1,3. Unë përshkoj 170 deri te 180. Po, mendoj se shpresoj që të formohet ky trendi, nuk e di. Mund t'i duhet edhe pak kohë. Po. Po shumë mirë kjo thyrja tani dhe animi, një val, 2 val tani që po bëjmë, po thjesht do vrullin. Po një ide që kemi dar falas për t'ju ndihmuar dhe për t'ju dhënë të themi diçka me vlerë. Tjetër që kemi tregtuar ka qenë TRX-i, që është tron. Po ky tregtim për mua ka marrur. Unë e tregtova dhe dola. Sepse për mua thyu këtë zonën e 24.1, 0.2418 hyron, dhe pastaj unë dola të kjo zona 24.8. Mora këtu diku të 3%. Një lëvizje shumë e vështirë për të themi për ta menaxhu, sepse tregu është i pasigurt, dhe po shikoj tani rihyrjen këtu te një thyrje të kësaj vize, rihyrje për një lëvizje për më lart të kryer një val tjetër. Shpresojmë deri te kjo zona 30 që pata si synim fillestar, me këtë valën fillestare. Troni ka qenë shumë i qëndrueshëm, por dhe trend nuk ka pasur. Shpresa ime ka qenë që ndoshta mbas këtij konsolidimi mund të bëj një lëvizje si nëntori ose periudhë të tjera që ndonjëherë ecën mirë, si gushti këtu që në thyrje të zonave ka bërë diku te 30%. Kjo ishte edhe synimi im diku te 20%. Te troni morat. Po? Po, mos ndoshta nuk ka shumë lëvizje që janë të portofolet e humbur. Të tronit. Ndoshta me për të trader sa të rritet. Ndoshta ashtu është. Shikojmë. Por kjo është e themi një vazhdimsi që mund të tregtoj unë në javën në vazhdim. XNO-ja pak a shumë e njëjtë, po XNO-ja na dha një mundësi që të bëshim te ky tregtimi ka shku deri te 120%, unë shita gjysmë këtu, gjysmën tjetër kam shitur te zonat e 60, ka dalë mesatare diku te 90. Që e kam shitur me 90% profit këtë. Tani po shikoj se si do konsolidohet këtu, që të bëjmë një tregtim të dytë. Kjo është pjesa e menaxhimit që duhet edhe të dalësh në momentet që mendoj që është më situata le të themi më e mirë për të dalur. Por dhe tani për të tregtuar për lart. Ndava dhe render që po bën këtë konsolidimin, po thu këtë zonën shkon për më lart, është për të parë mbi zonën 4.10 të thymë me vrull, dhe pasaj të bëjë një lëvizje për lart. Kjo do varet shumë nga tregu i përgjithshëm, a do ngrihet Bitcoin, a do ngrihet tregu në përgjithësi për lart dhe do kemi këtë val, po që kemi do të fitojmë diku te 6% e kjo. Pastaj ca ide të tjera që kam dar, por nuk po i muloj këtu se bëhet pak si i gjatë segmenti, po këto kanë qenë. Kleo, ndonjë gjë tjetër për shtu këtu te kriptot? Jo. Okej. Si është ideja që këto gjitha do varen në bazë të lëvizjes së Bitcoinit, prandaj duhet jeni më të fokusuar tek Bitcoini. Në fillim për ju të gjithë që luani tregun, kur bëni analizat, analizoni Bitcoinin parin,
Pastaj gjitha kriptot e tjera normalisht që varen në bazë lëvizjes së Bitcoinit. Po. Okej, përmbyll me kaq segmentin e kriptos. Faleminderit që keni dëgjuar deri këtu.